Këtu kemi fijet dhe indet lidhëse që ngelen nga pastrimi I filetove, biftekve, rostove dhe muskujve që përdorim në kuzhinën tonë. Do të ushtojmë kërkudha, qep, të cilat janë larë me jetë lëkur, karota, edhe rrenjë selinoje. Okej. Do t'i pjekim tani në furrë derisa të marrin ngjyrë. I njëjti proces bëhet sigurisht edhe me kockat e viçit, por dhe këto janë shumë të mira sepse duke qenë se janë inde lidhse janë kolagjen puro. Shjo sa mirë duke? Perfekt. Tani do t'i hedhim në tenxhere edhe do t'u shtojmë ujë. Do ta lëm të marrë val edhe pastaj do ta zgjejmë në zjarr të ulët për rreth 7 orë. Në fund do ta kullojmë 2 herë. Okej, perfekt. Zjarrim.